إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se pejgamberi alayhi salam ka thënë në hadith: mos e zvarit dhënien e lëmoshës deri atëherë kur shpirti arrin te fyti, deri tek frymarrja e fundit, deri tek fryma e fundit. Filanit këtë pjesë dhe filanit këtë pjesë. Pejgamberi alayhi salam në këtë hadith na nxit me dhën lëmosh dhe me dhën sadaka, me dhën rrugt të Allahut deri në frymën e fundit. Bile qatë shumë që me dhën, që edhe para se me vdek, me të kujtu dhe mi thonë, jepja filanit këtë pjesë dhe jepja filanit këtë pjesë. E shejtani vazhdimisht I frikëson njerëzit dhe ja zbukuron jetën e kësaj bote dhe I lën pa dhënë lëmosha dhe pa dhënë sadaka. Allahu e ka përmendur në Kur'an ku ka thënë: djalli shejtani ju frikëson me skamje dhe me varfëri dhe ju urdhëron që të bëni vepra të pamoralshme. Shejtani sër tu tyje, të frikson. Ti s'ki me pas, ti ka me tu bo keq, ti ki mu varfëru. Ndërsa Allahu subhanu wa ta'ala nxit me dhon rrugt të Allahut, nxit dhe Allahu subhanu wa ta'ala na ka tregu për shumë shpërblime edhe për shumë sevape që kanë ata që japin rrugt të Allahut. Madje, shejtani qatë shumë që I ban cytje njeriu dhe frikëson ata, I ban cytje edhe në çështjet imagjinare. Mos jep, tu bo pasuri se ndështë ki mu smu të nesër, ka me tu smu fëmija të nesër, ti dësh me pas pare anash, ti dësh me të bu pasoni. Pra shejtani I gjenë të gjitha format, të gjitha mënyrat, vetëm që njeriu mos me dhanë, vetëm që njeriu mu kanë dërshërënguar dhe mu kanë kopratës. E kanë ardhur tekste të shumta prej Kuranit edhe prej sunetit të pejgamberit alayhis salam që I nxisin njerëzit për me dhënë lëmosh. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kuran: ata që shpenzojnë në rrugt të Allahut I shembullojnë atina, është sigur se shembulli atina që e mbjell një kokër nga e cila dalin, një kokër nga e cila dalin 7 kallinj. E prej këtyre 7 kallinjve dalin 100 kokra. Thot Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshiroj. Pra Allahu për çdo vepër që ti e bën ta shkruan një sevap. Ta shkruan sevapin edhe ta shumëfishon me 10, 700 edhe pa kufi sa don Allahu subhanahu wa taala. Qa që madh është pasuria Allahut subhanahu wa taala. Qa që madh është mëshira Allahut, ti jep një,
Allahu ta kompenzon me 700 ose me pak kufi. Thot Allahu në Kur'an, ata që japin lëmosh, e që i japin Allahut një hua të mirë, qofin thot burra dhe gra, do t'ju shumë fishohet përfitimi edhe do të kej një shpërblim fisnik. Ti kur t'jep diçka për hir të Allahut, ti ajo e mirë, edhe vetë ti nuk e din se çysh është duke të ardhur tyje. Për një sadaka që ti e ke dhënë, Allahu ti ka thënë shumë të mira, po ti ndoshta nuk je duke i pa. Për një sadaka që ke dhënë, ndoshta Allahu ka dhënë shnet, por ti nuk e vëren. Për një sadaka që ke dhënë ti, ndoshta Allahu ka dhënë lumturinë familje, por ti nuk e vëren. Për një sadaka që ke dhënë ti, ndoshta Allahu ka dhënë bereqet akoma më shumë pasuri, por ti nuk e vëren. Prandaj, bëuni për atyre që jepni rrugë të Allahut, pa ju trim fare syri. Se kështu na ka nxitë Allahu dhe kështu na ka nxitë pejgamberi alayhi salam. Një prej 7 kategorive që do të hinë hijen e arshit Allahut, ku nuk do të ketë hije tjetër posa hijes së tij në ditën e gjykimit, është ai që dora e tij e majt nuk e din se ka dhënë. Dora e tij e majt nuk e din se ka dhënë e djatha dhe djatha nuk e din se ka dhënë e majta. Çat shumë që jep për hir të Allahut. Para në çfarë të meri do të jetë ditën e gjykimit, ku njerëzit do të mlohen për njerëzve, prej sikletit, ti ki mu ka në hijen e arshit të Allahut, nëse jep për hir të Allahut. Secili me mundësinë e vet. Nuk janë krejt të pasur. Mirë po dhe në kofshi varfër, dhe denari jep për hir të Allahut, dhe Allahu ta shumëfishon dhe Allahu t'jep bereqet, edhe t'jep të mira në dunja, edhe t'jep të mira në botën tjetër, t'jep të mira në ahiret. E Ibn Kajmi ka thonë, se ati që jep lëmosh, Allahu jep të mira të shumta, në vetën e tina, në vetën e tina, në sjelljen e tina, në furrizimin e tina, edhe në shkaqet e jetesës së tina, si shpërblim për llojin e veprës së tij. Ai ka ndihmuar të tjerët dhe Allahu e ndihmon dhe furnizon ata. Nëse ti e ndihmon dikën në këtë botë, Allahu ka me të ndihmu tyje. Allahu ka me të gjej tyje në momentet më të vështira tuja. Sa belaja kanë pas me në ndodhë, sa e sprova kanë pas me në ndodhë, sadakaja është sebeb që Allahu më në largu ato sprova dhe Allahu më në largu ato bela. Na dhe nuk e dina, pale sa sene kanë pas me në ndodhë, për një sadaka që e kina dhanë, Allahu na ka shpëtu neve. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam, ky hadith dhe këto ajete kuranore na nxisin dhe na tregojnë rëndësinë çish me dhënë lëmosh, edhe çish me bë vepra të mira. Se kush bën vepra të mirë? Kush bën vepra të mira? Ban besimtari. Ban ai i cili e njeh Allahun edhe e njeh pejgamberin alayhis salam. Ai i cili e mendon botën tjetër, e mendon ahiretin dhe e din se kjo botë nuk ka kur një farë vlere, krahasi me botën tjetër, krahasi me ahiretin. Kjo botë nuk vlen asa një krah, asa krahu i bushkonjës, asa një krah i mizës nuk vlen kjo botë në krahasi me botën tjetër. Allahu thot në Kur'an, jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë unë. Ato të mira që ti i ke edhe ti që i posedon, nuk janë pse ti je shumë i mençur apo pse je shumë inteligjent, po ti i ke këto të mira pse ka dashur Allahu me t'i dhënë. Allahu me fuqinë e tij na t'i ka dhënë. E thot, jepni prej të mirave që ju kam dhënë unë, para se ti vi vdekja ndonjërit prej juve, e të thot, Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurt në dunjë kisha jetuar. Edhe të kisha dhënë lëmosh, edhe të bëhesha për njerëzve që bëjnë mirë. Kime desh mu këthin këtë botë edhe njëherë me dhonë sadaka. Kime desh mu këthin edhe njëherë mi falë, vetëm 2 recate namazit më shumë. Mirë po dhije se njeri ose të vdes, ma nuk ka këthim brapa. S'ka më këthim në dunja. Gjithë shka do të shkatrohet për që Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj, dhe se Allahu në ka dhonë shënet, në ka dhonë pasuni, në ka dhonë kohë të lirë, mi shfrizu këto në vepra të mira, sot je i pasur, nesër mund shpukon i varfër,
Prandaj sot Allahu të ka dhënë ti jep për hir të Allahut. Se dora që jep është më mirë se dora që merr. Nëse si I pasur, merri se vepët, dil, puno, zhvillohu, duke u mbështetë Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu t'jep pasuni, nëse dikush t'ka ndihmu në herë, banu ti që e ndihmon dikan. Njeriu për me dhënë sadaka, por edhe me bëj vepra të mira në përgjithësi, s'pariherë do të më poshtë egon e tina, epshin e tina. Pastaj do shmi bë ballë shejtanit që të bën cytje dhe të mashtron. Njeriu I ka këto pengesa para se ta bën veprën e mirë. E kush do që e mposhtë epshin e tina, kanjët e tina, kërkon mbrojtje prej shejtanit mallkuar, e hek edhe këtë cytjen e shejtanit, atëherë arrin me bë veprën e mirë. A dihet se vepra e mirë duhet mu bë me sinqeritet. Kur ti sadaka apo çfarë do vepër të mirë që e ban vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk e ban për me të pa njerëzit e tjerë. Allahu I lavdron punëmirët në Kur'an. Allahu I lavdron ata që bojnë vepra të mira. Thot Allahu në surën Bejine, padyshim se ata që bojnë vepra të mira besojnë, s'parjer kanë besim, iman. Besimi imani është e para. Thot pastaj bojnë vepra të mira. Pikërisht ata janë krijesat më të mira. A do më kon prej njerëzve më të mirë? Prej krijesave më të mira, bëhu prej vepërmirëve. Bëhuni prej atyre që mundohen me bë vetëm vepra të mira dhe bëhuni prej atyre që mundohen mu largu sa më shumë prej mëkateve. Elusë Allahu në madhruar më na bë prej atyre që japin rrugt të Allahut edhe syni pët nuk na ban. Elusë Allahu në madhruar më na fal me falën e Tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e Tij të madhe. Elusë Allahu në madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elusë Allahu në madhruar më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarmin të xhenemit. Elusë Allahu në madhruar më na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Elusë Allahu në madhruar më na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut dhe çdo cilësie të keqe. Elusë Allahu në madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elusë Allahu në madhruar më na mëson me pas fundin e mirë. Elusë Allahu në madhruar më na ndriçon natën e varrit, më na lehtësu urën e siratit dhe elusë Allahu më na tubun xhenet. Çashtu qysh na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.